Në zgjedhjet e 11 majit garuan 11 subjekte politike, përfshirë këtu edhe koalicionet. Nga votat e numëruara duket edhe një tablo më e qartë se si u ndan mandatet mes partive, ku Partia Socialiste mori 83 mandate, PD mori 50 mandate, 3 mandate i mori PSD, 2 Partia Mundësia dhe nga një mandat secila Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk. Por në këto zgjedhje pati nga ato parti që morën vota të papërfillshme ose të pamjaftueshme për të marrë qoftë edhe një mandat deputeti. Nga votat e numëruara rezulton se Partia Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës ka mundur të marrë 19.553 vota brenda vendit, ndërsa jashtë vendit ka marrë mbi 1.300 vota dhe në total mbi 20.800 vota. Me këto rezultate nuk ka mundur të marrë mandate dhe vetë Lulzim Basha i shkreu i demokratëve forcës më të madhe opozitare në vend. Koalicioni Djathtas për Zhvillim ka mundur të marrë mbi 5.500 vota brenda vendit. Jashtë vendit ka mundur të marrë vetëm 492 vota dhe në total ka mbi 6.000 vota. Koalicioni Dashamir Shej dhe Enkelej Dalibejt nuk ka mundur të marrë mandat, duke lënë 2 ish deputetët jashtë kuvendit. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare, historiane Selena Kocaqi, ka marrë 2.722 vota brenda vendit, 1.065 jashtë vendit dhe në total 3.787 vota. Lëvizja Dheu e publicistit Kreshnik Osmani ka marrë 1.989 vota brenda vendit, jashtë vendit ka mundur të marrë vetëm 266 vota dhe në total ka marrë 2.255 vota. Partia Aleanca Demokracia e Re, Edmond Stojkut, ka marrë 1.034 vota brenda vendit, jashtë vendit ka mundur të marrë vetëm 92 vota, thënë ndryshe në total 1.126 vota.